se na veç kena moq valen tonë. Tani, që Zoti Kurti nuk ka ndryshu, as me 28 djetor, e as tash, unë mesaj si mësimet madhë mëdha që do të më ndirë, Zoti Kurti tash është qytetarët i kanë dhonë besem ati, po kjo i bjen kështu simbolikisht. Ta kanë dhonë lugën me erujt për me nda drejt ushqimin për atë sa mund është me da. Po sa ka dhonë Goruzhdën. Kjo pja vlip Goruzhdën. Ai po thot lugën keme pasti, elemente tjera ka me allën të një tjetër. Azir, kjo po lyp ma shumë. Pragmatizmi LDK-s përshihet si një lloj frike që mund shkojmë zgjedhje, se nuk ka ndryshu kur gjë besëm. Për një vjet e gjysmë është situatë e njëjtë, çështje e njëjtë, pra këto përshihet ky pragmatizmi juaj si një lloj frike që e keni nga Zoti Kurti, pra një dorëzim për atë. Ta më lejo të argumentoj. Bashkëpunimi për ne është vlerë, nuk është dobësi. E kom pasur Zoti Kurti shpesh bashkëpunimin e shef si dobësi. Po pse s'ka çut një emën, ai u tha amni tre emra. Që mos më shkojë. Neve nuk na ka lyp emën. Për president. Neve nuk na ka lyp emën, mos na barazoni tjerëve. Ju keni qenë takim me Zoti Azir. Jo, me tjerët ka ndo emna, ka lyp emna, me ne jo. Me ne ka lyp më votu kandidative të vendosur. Publik janë deklaruar. Publikisht ka thonë. Publikisht ka thonë. Unë po ta them të vërtetën. Ka orët e fundit atje që atë Unë po ta them të vërtetën, mund t'i besoni mandej kush ka thot. Se fundja është e vërtet aja që thonë njerëzit folemush ma menen. Neve nuk na ka lyp emën. A keni qenë në ndonjërin prej takimeve? Unë nuk është e domosdoshme, unë e di kur kryetari LDK-s shkon dikon takim për atë sa unë besoj,